për trajtimin e rasteve të Greqisë, për shembull marrëdhëniet apo qoftë me Maqedoninë apo qoftë me Serbinë. Për fatin e keq, elitat e vjetra që ishin përgatitur janë plakur apo kanë ndruar jetë. Të reja neve, unë gjithmonë kam letra dhe presione ku thonë Arber, lej këto punë të Greqisë dhe çarmi se një jetë kemi të jetoj mirë. Po një jetë kemi, ti gjumë qonë mëngjes dhe vdis nesër dhe kur gjithë s'ke lënë trashëgimi ati fëmis tënda apo nipit tënda qoftë dhe emrin tënd s'e ke lënë. Pra duhet jemi pak real, duhet jemi të kujdesshëm, duhet mendojmë pak thellë. Ndarja territoriale që zoti Rama do ta bëjë që të arrijë atën premtimin që ai ka bërë Greqisë, zhdukjen e Bashkisë Konispolit dhe vazhdimin e një linje të atyre që duan ta quajnë të bashkive asociacione grek-folce, ku do fusin Sarandën, donacionin e grek Saran, siç e bëri me parashut të Vangel Tavon e çovi Nimar, pastaj gënjeshëm më të madhe që thot kryeministri Rama, një prindë ka shqiptar që është rrena më e madhe, sa që të dy Vangel Tavo i ka prindrit grek nga Jergucati, por bëhet kjo gjë. Greqia kërkon, ne çfarë bëjmë? Ne as mbrojmë as kundërshtojmë, por ulim shpinën dhe ata hipin mbi shpinën tonë. Pra, u mbetën rreth parë shqiptarëve të Konispolit apo të Sarandës apo të Jugut, ata që jetojnë atje, të ruajnë identitetin e tyre shqiptar, mos bien prej mashtrimeve të qoftë kryeministrit Rama apo qoftë dhe të opozitës, e cilat ajo është servile e Greqisë, domethënë janë të kapur qoftë PD-ja, qoftë PS-ja, janë në shërbim të Greqisë dhe bëjnë gara kush nga këto tjetë më servile dhe më zëshëm pro-greke apo filo-greke dhe anti-shqiptare. Do t'i temi gjërat ashtu si janë. Prandaj, por unë shpresoj që planet e greke me miqtë tanë strategjik që kemi Italinë, që kemi Turqinë, mik strategjik, do t'i themi gjërat që janë jo për tifozllëk. E vërteta është se dy vendet, Italia dhe Turqia, janë vërtet partnere strategjike se nuk kanë pretendime territoriale apo popullsie ndaj Shqipërisë. Po ashtu është Kroacia një mik strategjik dhe i vërtet, ndaj po ashtu është dhe Rumania i Shqipërisë me miq ku ne dim që kanë qenë bërthamat tona të arsimit shqip apo të gazeteve të para. Pra ne pa folur për Shtetet Bashkuara të Amerikës, por duhet jemi pak të kujdesshëm që në veprimet që bëjnë, në dëmtimin që i bëjmë jugut Shqipërisë, kulturës tonë, zgjerimin e varrezave të ushtarëve grek, të ushtrisë së vdekur greke që nesër mund të na arrijnë gjallën ata ku e dim neve, që mund bëjnë mas 100 vitesh, prandaj duhet kemi shumë kujdes, e kam thirrjen për politikanët, për ata që janë brenda kuvendit Shqipërisë që marrin rrogat nga tatim taksat e shqiptarëve. Ndërkohë që vazhdon ndoshta, sepse ne nuk kemi folur më herët e fundit, por para 2-3 muajsh për vetë deklarimet, ose siç e quajnë ata vetëvendosjen. Pra procesi vazhdon për vetë deklarimet. Po grekët e thash që kërkojnë. Unë dhe ti sot ne mund të deklarohemi brazilian, a vërtet jemi brazilian, mund të deklarohemi afrikan, a vërtet ka statistika dhe komësia është gjë e trashëgume, pra ka statistika, nuk mundet ti të ndrësh identitetin tonë kombëtar se do ti. Identiteti kombëtar ka disa specifika, se ti e trashëgimtari nënës babaj, i gjyshit të gjyshit, pra janë me breza ato ndryshimi i komësisë, nuk është aq thjesht si ndryshimi një emrit apo ndryshimi një vend banimit. Prandaj ka dokumenta, Shqipëria nuk është shtet që s'ka arkiva, ka dokumenta, kështu që nuk besoj se Greqia do t'i arrijë këtë tentativë e vetme, do t'i arrijë këto gjëra nëse ndihmohet nga kryeministri, nga qeveritarët tanë, nga ministrat tanë dhe nga deputetët tanë. Si përfundim, mund të themi që kryeministri u kthye me diçka apo me duar të bosh nga kjo vizitë? Kryeministri thjesht ishte një turist në Athinë për të marrë pjesë ai forumi ekonomik, pra të rast shfrytëzoi të bënte pak show me një makinë me targa të Athinës, pra nuk ishte një makinë e shtetit shqiptar, kur një kryeministër dihet shëtit me makinën e shtetit kur ka takime zyrtare. Bile po jap në shembull disa vende që prodhojnë makina, siç është Rusia, Franca apo Italia, kryeministët dhe presidentët dhe ministrat e tyre gjithmonë janë këshilluar të përdorin makinë me prodhim të vendit që përfaqëson. Pra dhe në këtë rast zoti Rama duhet kishte një makinë me targat e Republikës Shqipërisë, me flamurin shqiptar, se është kryeministri i Shqipërisë i parë i vendit. Ai ishte si një shëtitje me një makinë e vitit 2008 me nënçmim, po e them këtë sepse ashtu është. Jemi në 2026 dhe Shqipëria ka që fondet të ketë një makinë të mirë që vdet blinduar për zotin Rama, të ishe me flamurin shqiptar siç e do tradita dhe zakoni, kur ne jemi parë si e shpritur zoti Rama dhe si ka vajtur në Turqi, në Itali, por për mua ishte një vizitë private, një vizitë turisti, ku zoti Rama takoi mikun e tij të ngushtë Qiriako Mitsotaksin, që bashkë ato bashkëpunojnë, bashkë ato kanë bërë shumë korrupsion
ekonomik, ku bashkë ata do dalin shumë dosje, kam paguar dhe firma private në përgjimin e telefonave të personaliteteve të ndryshme, qoftë në Shqipëri, qoftë në Greqi, se veç kanë dalë disa të dhëna në Greqi që Kyriako Mitsotakisi ka paguar 2 firma private që kanë përgjuar personalitetet midis atyre dhe ministrin ose ish ministrin e jashtëm Dendja, dhe shqetësimi i madh në botë, edhe ish që është sot ministri i mbrojtjes Niko Denda, se kanë përgjuar Mitsotakisi, dhe kjo ka një shqetësim të madh në organizata ndryshe botërore si BE-s, si OKB, sepse një ministër i jashtëm ka për takime me personalitete ndryshe të botës dhe ai ka qenë i përgjuar gjithmonë 24 orë nëpërmjet të telefonit të tij. Ndërkohë që as për detin nuk është se kishim diçka tjetër në këtë rast, por menjëherë sapo Mitsotakis përcolli Ramën në Athinë, arriti presidenti francez Macron, u prezantua fregata e re, moderne, por më përshtypje dhe deklaratat e Macronit që tha po prek Franca, Greqia është prekur Franca. Pra për partneritetin e fuqishëm strategjik. Mesazhet ishin qarta që duket sikur shkonin për Turqinë, se për vendet e tjera në Ballkan kapacitetet tona ushtarake dihen. Macroni nuk është hera parë që presidentët e ndryshme të botës, qoftë dhe Bushi i Amerikës, apo qoftë dhe Trumpi, e gjithë bota di greqisht, e gjithë bota është greke, janë deklarata emocionale për politikë, por ai Macroni nuk e tha që nëse preket Greqia, Franca ashtu, e tha, nëse ju do shkoni në luftë, ne jemi këtu. Dhe ka shumë domethënë ne jemi këtu. Jemi këtu për t'ju shitur armë. Ja u shitëm fregatën. Është tregti. Është tregti. Pra, ai nuk e tha, ai bile u tha do bleni kaq avion nga ne. Ai njëta që me Serbin. Po, pra është një deklaratë që nuk ka, unë ja u them, nuk ka asnjë nën franceze që të çojë djalin e saj në Greqi të vritet në një luftë kundër Turqisë. Harroheni këtë. Asnjë nën izraelite, asnjë nën egjiptiane, ashtu si tha një gazetar dje që ishim në një studio, e dish kush jemi ne, dhe jemi fuqi e madhe, tha se Egjipti neve. Nëse duhet i themi gjërat geostrategjike, Turqia është një shtet i madh, një shtet me histori të gjatë, perandori, një shtet që ka pas shumë toka dhe shumë shteti ka pas pushtuar apo të sunduara. Si është teritoria në Ballkan ose në rajonin